Partia Demokratike zhvilloi kuvendin e saj kombëtar në një përpjekje të dështuar për të ripërtërirë strukturat e saj të ndryshkura. Madje, për ta dhënë edhe më fort këtë mesazh, edhe kuvendin e paktësoi si ripërtëritja. Si pari kuvendit u ul, kuvendi zgjodhi anëtarët e tij që janë me shumicë, duke plotësuar orekse dhe grupime të shumta në parti. Në fund, u miratua dhe statuti i ri. Pikërisht ai dokument që është shkelur me të dyja këmbët në PD duke filluar nga vetë doktori. Po të shtunën Berisha si duhet ta mbante të karikuar sallën. Si për herë në gjithë këto vite në mungesë të sloganëve të rinj, ju desh të përsëriste kilometrin e fundit dhe betejën finale. Pa treguar sa kilometra përpara ka opozita deri tek i fundit dhe pa treguar gjithashtu dhe sa beteja duan deri tek finalja. Kuvendi zgjodhi shumë anëtar të rinj dhe mirëbëri. U dha më shumë zë hapësirë grave dhe prapë përsëri mirëbëri. Shtu edhe kuotat të diasporës, por nuk u dha përgjigje disa pyetjeve esenciale. A mund të ripërtërihet më Berisha, kryetari i PD-s? A mund të ripërtërihet kjo parti me Berishën në krye të saj, po pa Berishën? Për hir të së vërtetës, debati rreth ripërtëritjes së PD-s nuk është mbi kuptimin real të vetë fjalës. Ai del jashtë mureve të selis blu. Është debat për opozitën në vend, për ekzistencën e saj. Në teori, Berisha dhe kuvendi i tij diskutuan vërtet për ripërtëritje, që sugjeron hapje, qarkullim elite, shite të reja, figura të reja dhe një mënyrë tjetër organizimi politik. Dhe patjetër, një drejtim të ri. Apo ndodh kjo? Jo. A ndodhi? Prap jo. Partia Demokratike dominohet përsëri nga i njëjti lider, i njëjti rreth besnikësh dhe të njëjtat mekanizma kontrolli. Përpasoj slogani i kuvendit ishte më shumë marketing politik se sa transformim real. Ka shumë zëra, kryesisht mbështetës të Berishës që pretendojnë se ripërtëritja nuk lidhet domosdoshmërisht me largimin e tij, por me rikthimin e energjive opozitare, riorganizimin e strukturave dhe bashkimin e partisë pas përçarjeve në vitet e fundit. Pra, e shohin si një ripërtëritje funksionale, por a mund të quhet realisht e re një strukturë që vazhdon të rrotullohet rreth të njëjtin poshti personal? Kjo është një tjetër pyetje që përshtrohet vetëm brenda PD-s, por edhe nga shumë votues të djathtë, të cilët janë lodhur jo pak. Ata kërkojnë me ngul një alternativë më moderne, më institucionale dhe më pak të personalizuar. Në politikën shqiptare, partitë shpesh identifikohen me liderin dhe jo me institucionin. Mirëpo në PD, ky identifikim e ka kaluar me kohë vijën e kuqe. Berisha, e cili sipas statutit duhet të jepte dorëheqjen kur humb zgjedhjet, zgjodhi të bëjë të kundërtën e premtimit që kishte dhënë për vet. Shkeli kushtetutën e partisë së tij dhe shgënjeu votuesit e tij. Mbase kjo ishte një arsye më tepër pse mbështetësit e PD-s po tkurren nga zgjedhja në zgjedhje. Ata u shgënjyen edhe nga kuvendi, për të cilët prisnin që ripërtëritjen ta kthejnë në projekt politik, jo të mbetej vetëm slogan. Shumë analistë të politikës në vend kanë të drejtën atyre kur pretendojnë se thelbi i krizës së gjatë në PD është identifikimi i fortë me liderin. Gjithaq, ky konstatim shkon më tej. Kriza në PD nuk e krijuan vetëm humbjet e një pasnjëshme elektorale, por edhe mungesa e mekanizmave normal të përgjegjësisë politike brenda partisë. Brenda mureve të saj dëgjon vetëm që Rama i vodhi zgjedhjet, i bler, bashkëpunoi me krimin, e shumë do tilla si këto. Mirëpo edhe nëse i vodhi, kush mban përgjegjësi në PD për votat e mbështetësve të saj? A duhet që dikush të ruante votat e PD-s? Ka rrugë dhe mënyra pafund për ta bërë këtë. Por të selia blu preferojnë vetëm ta ankohen, pa lëvizur as gishtin e vogël. Në vendet normale, një lider që humbet disa zgjedhje radhazi, vihet në presion të madh nga vetë partia. Shpesh largohet vetë, madje edhe pas një humbjeje të vetme. Jo sepse është fajtori i vetëm, por sepse partitë funksionojnë mbi parimin se leadershipi duhet të rinovohet për të rikthyer besimin publik. Kjo është kulturë politike dhe instinkt institucional. Këtë rregull nuk duan ta dëgjojnë në PD, ku Berisha duket se salduar fort në krye të saj. Ai identifikohet me partinë, partia identifikohet me atë. Çdo kritik ndaj doktorit quhet tradhti ndaj partisë. Gara e brendshme nuk ekziston fare. Një rreth i ngushtë njerëzish mbijetojnë politikisht vetëm përmes besnikërisë ndaj liderit. Doni më? E thënë më shqip, PD nuk po funksionon mos si organizatë politike moderne, por si strukturë mbyllur kontrolli total. Rasti i Berishës gjeneron më shumë debate, pasi tani më nuk flitet vetëm për humbje zgjedhore, por edhe për premtime publike të pambajtura. Për shkeljen flagrante të statutit, dokument që teorikisht parashikon standarde përgjegjësie, kur statusi zbatohet vetëm për nivelet e ulta dhe jo për figurën kryesore, atëherë duket qartë se rregullat ekzistojnë formalisht dhe jo realisht. Le të jemi të drejtë, nuk është i gjithë faji i Berishës si individ kryetar për gjendjen aktuale të PD-s.
Po aq faj kanë dhe ata që i rinë rrotull doktorit. Nga frika e humbjes së favoreve dhe për shumë arsye të tjera që vetëm Tritan Shehu mund t'i shpjegojë, ata nuk lejojnë në asnjë mënyrë hyrjen në parti të një brezi alternativ, me ide, projekte dhe peshë reale politike. Çdo figurë që tenton autonomi politike ose largohet ose marginalizohet ose shpallet armik. Kujtoni rastin e Ervin Saljanit, po do ndodhet në gjendje mbijetese të brendshme, larg një procesi serioz opozitar. Ajo po merr plotësisht hijen e doktorit. Jo nga mosha, sepse askush nuk ka të drejtë ta kritikojë Berishën për moshën e tij biologjike. Ai mund të drejtojë partinë e tij derisa të ketë frym, por jo këtë frym edhe te partia. Po do është në situatë të keqe. Ajo që ndesi shpresat e shqiptarëve në vitet 1990 tani nuk ka shpresë për vete. Në fillimet e saj, po do kishte një simbolik shumë të gjerë se vetë Berisha. Pluralizëm, orientim perëndimor, antikomunizëm, ekonomi tregu, integrim euroatlantik. Pra, kishte një narrativ historike që t'i kalonte individin, ndërsa sot, shumë nga këto ideale janë zëvendësuar nga logjika e mbrojtjes së liderit dhe rrethit të tij politik. Dhe kur një parti hyn në këtë fazë, opozitarizmi do pësohet jo vetëm në numra. Nuk ka më as moral dhe as përgjegjësi. Ky është lajmi i keq edhe për vendin. Kriza në PD është problem kombëtar politik dhe jo vetëm problem partia. Sepse në një demokraci funksionale, pushteti ka nevojë për një opozitë të fortë, të besueshme dhe konkurruese. Kur opozita hyn në konflikte të pafundme, të brendshme, personalizohet ose humbet aftësinë për të prodhuar alternativa të reja. Atëherë, edhe qeveria përballet me më pak presion real për të përmirësuar. Le të kthehemi te pyetja. A mund të ripërtorihet Berisha? Shumë kanë shpresë. Thon po. Dhe kujtojnë vitin 2005 kur Berisha u kthye në pushtet, edhe pse i raskapitur politikisht nga problemet e vitit 1996, në ngjarje të rënda të një viti më pas. Po, por atë kohë ai u rikthye në pushtet në një kontekst krejt tjetër politik. Sistemi vërtet ishte i konsumuar nga akuzat për korrupsion dhe klientelizëm. Mirë po opozita atëhershme ishte më e organizuar dhe më e vendosur për ndryshim. Rikthimi i doktorit ishte produkt i rrethanave politike dhe lodhjes së publikut me qeverisjen e kohës, sesa thjesht i figurës së tij. Përpos të gjithave, para 21 viteve ishte vetë kryeministri Fatos Nano që u largua butësisht, pasi e kuptoi që situata i kishte rrëshitur tërësisht nga kontrolli. Sot, sistemi politik është më i ngurtë. Polarizimi është më i thellë dhe perceptimi publik për figurat kryesore është shumë i ngarkuar historikisht. Në këtë kuptim, Berisha i vitit 2005 ishte aktor i rikthyer në një skenë që kërkonte ndryshim, ndërsa Berisha aktual vepron në një mjedis ku vetë ai bllokon rinovimin e partisë. Në vitin 2005 doktori konsiderohej më shumë simbol i alternimit të pushtetit. Sot është simbol i vazhdimësisë së një cikli të gjatë politik, të lodhur, pa ide dhe pa të ardhme. Pra, a mund të ripërtorihet më Berisha? E pamundur. Fati i tij, për fat të keq, po ndjek edhe PD.